Përmes këtij simulimit të situatës që vijoi me ndërimin e emrave të shkollave në Çajir, aktorët ilustruan dallimet dhe paragjykimet në mesbashkësive etnike që shpeshherë janë shkak i konflikteve ndëretnike, të nxitur nga problemet e përditshme ndëretnike dhe ndërfetare. Aktorë të ndryshëm të shoqërisë realizuan një projekt mbi përmirësimin e dialogut mesbashkësive. Në këtë kuadër, ata sot promovuan qendrën për përkrahje në lehtësimin e kontesteve ndëretnike. Për Mirjana Najçevskën, parandalimi i konflikteve mund të arrihet vetëm përmes përfshirjes së të gjithë faktorëve të shoqërisë në procesin e zgjidhjes së konflikteve dhe me mbështetje profesionale. Konfliktet zakonisht në shoqërinë tonë mbarojnë me ndalesa. Dikush dikujt i ndalon diçka, me ndarje, me polici dhe në fund me marrëveshje politike. Ne u pyetëm nëse mund të bëjmë diçka ndryshe. Ajo që ne konkluduam është se parandalimi i konflikteve dhe problemeve të ngjashme, reagimi i shpejtë dhe menaxhimi i përshtatshëm i situatave të tilla kërkojnë një veprim shumë kompleks dhe të përbashkët të subjekteve të shumta të shoqërisë. Përfaqësuesit në tribunën e sotme gjithashtu konstatuan se pajtimi apo kapërcimi i konflikteve nuk mund të bëhet përmes ndarjes, por bashkimit dhe ndërtimit të respektit të ndërsjellë. Si që me inkuadrimin dhe angazhimin e të gjithëve mundi të arrihet suksesi dhe në fakt të ndërtohen ura lidhëse në mes të bashkësive etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që të kemi paqë, qetësi, harmoni, respekt për njëri tjetrin dhe prosperitet të vendit. Qëllimi është që konfliktet të zgjidhen menjëherë pas shpërthimit të tyre në bashkësitë ku janë paraqitur, pasi çdo vonesë në zgjidhjen e tyre paraqet rrezik për eskalimin e konflikteve edhe në dimensione politike e ndëretnike. Projekti financohet nga Qeveria e Spanjës, ndërsa në të janë përfshirë sektori civil, komunat, Bashkësia e Njësive të Veçeverisjes Lokale, sikurse Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Në kuadër të këtij projekti gjithashtu është krijuar një rrjet lehtësuesish në shumë komuna të vendit, ku qytetarët në rast nevoje mund të drejtohen për ndihmë.